Dallgë gjigante të krijuara nga tërmetet në nujor të oqeaneve. Përmendim këtu vitin 2011 në Japoni, ku dallgë 40 metra të larta shkatruan pothuajse çdo qytet bregdetar në rrezën e tij. Mirëpo rekordi më i lartë i një tsunami është ai i 2004 në Azi. Një tërmet në nujor në Oqeanin Indian prodhoi dallgë në epiqendrën e tij rreth 52 metra të larta. Këto dallgë goditën bregdetet e Tajlandës, Indonezisë, Sri Lankës dhe disa shteteve të tjera. Për këtë katastrofë janë bërë dhe disa filma të ndryshëm, plus nëse i kërkon në YouTube do të gjeni dhe video reale live të bëra nga njerëzit që ndodheshin aty dhe vetëm me sy tuaj mund të shihni katastrofën. Uraganet dhe ciklonet formohen në ujërat e ngrohtë të Ekuadorit, më së shumti në Oqeanin Atlantik. Forca e tyre shkatruese është tepër e njohur. Përmendim këtu në 2005 uraganin Katrina që i kushtoi Amerikës 125 miliard euro dëme, si dhe i vrau 1836 njerëz. Por, nëse ecim dhe ca në kohë, gjejmë 3 uraganet më të tmerrshme të historisë tonë njerëzore. Ai i vitit 1998 në Honduras dhe Nicaragua, ku uragani Mitch vrau 200.000 njerëz. Kemi uraganin e vitit 1780 në ishujt e Karaibeve, i cili vrau më shumë se 27.000 njerëz. Dhe i treti më i tmerrshmi, ai i vitit 1970 në Pakistan, ku më shumë se 500.000 njerëz humbën jetën e tyre. Siç e dim, tërmetet më të mëdhenj krijohen nga përplasja e pllakave tektonike të tokës. Për njohuri, çdo vit në tokë ka rreth 1 milion tërmete dhe pjesa më e madhe e tyre janë aq të vegjël sa nuk ndjehen fare, dhe ato që janë më të fuqishëm më së shumti shkaktohen nëpër oqeane. Tërmetet i masim nga 1 në 12 ballsh, nga 6 e sipër konsiderohen të rrezikshëm për njerëzit. Një tërmet i fuqishëm mund të shkatrojë pallate sa hape mbyll syt, mund të groposi njerëz nën tokë ose poshtë gërmadhave të ndërtesave. Një nga tërmetet më të frikshëm me një forcë tmerruese prej 9.5 ballsh ishte ai 22 maj të vitit 1960 në Kili, ku 5.000 njerëz u raportuan të vdekur dhe 5 milion të tjerë mbetën pa shtëpi. Mirëpo ai i cili shkaktoi më shumë viktima në njerëz ishte ai Kinës i vitit 1556, ku vdiqën brenda një nate rreth 830.000 njerëz. Në historinë e njerëzimit, vullkanet kanë shtukur qytete nga faqja e dheut. Kur magma e nxehtë shtypet nga presioni i lartë i gazit që prodhohet në të nën tokë, ajo shpërthen jashtë duke çarë majën e vullkanit. Forca e madhe e saj lëshon gur gjigant të zjarrt në një rrezë të gjerë hapësire, duke vrarë dhe shkatruar çdo gjë që i del përpara. Por nuk mbaron me aq, pas gurëve të zjarrt vjen një masë gazi e nxehtë e përzierë me gura, hi dhe monoksid karboni. Temperatura brenda saj ka 800 gradë Celsius dhe shpejtësia 700 km/h, e pamundur t'i shpëtosh dhe në avion po t'jesh. Dhe pas këtij gazi vdekjeprurës kemi magmën, e cila djeg çdo gjë para saj. Në historinë tonë vullkanet kanë shtukur qytete gjigante si Pompei dhe Herkulonion gjatë shpërthimit të Vezuvit në Itali duke vrarë 16.000 romak. Imagjinoni, fuqia e tij ishte 2 herë më e lartë se bomba atomike që u hodh në Hiroshima, Japoni në luftën e dytë botërore. Gjithashtu më vitin 1902, një vullkan tjetër shfarosi qytetin e San Pierit duke vrarë 30.000 njerëz. Vetëm një burgosur mbijetoi atë ditë, i cili ishte burgosur në një dhomë të nëndheshme për arsyen se ishte tepër i rrezikshëm dhe kishte vrarë disa njerëz. Vite më vonë shkencëtarët bën të ditur se fuqia e vullkanit në San Pierre ishte e barabartë me 1014 bomba atomike. E tmerrshme kur e mendon se sa e fuqishme është natyra.